Dëgjojmë kolegen. Ju lutem, Flamur. Besoj që edhe për të sqaruar më tepër edhe kolegët deputet që janë të rinj dhe nuk janë pjesë e konferencës së kryetarëve, të gjitha ato 19 projekt ligje që ju shikoni janë të gjitha të rikthyera sipas rregullores dhe nuk ka asgjë të re. Ato projekt ligje të gjitha janë të diskutuara në konferencën e kryetarëve të sesionit të mëparshëm. Megjithatë, unë do doja të riqja vëmendjen të nderuar koleg, sepse këtu vërtet ka patur burra shteti dhe do vazhdojnë të jenë burrat mençur të zgjuar, por krahas burrave dhe djemve të mençur, fatmirësisht shqiptarët kanë ditur të mbështesin gra dhe vajza shumë të mençura. Dhe unë do t'ju sugjeroja të gjithë kolegëve burra që t'ishin shumë të kujdesshëm me çfarëdo gjë që tentojnë ta çojnë në mendje që do të ofendojnë gratë dhe vajzat e këtij parlamenti, nga të dy anët, sepse ne kemi ardhur këtu me votën e shqiptarëve, ju me aq sa keni marrë, ne me një shumicë shumë të madhe dhe me një detyrim të madh para shqiptarëve që të nisim punën. E kuptoj shumë mirë që trishtimi është i madh nga ana juaj dhe do mundoheni që të shfrytëzoni çdo moment, qoftë edhe votimin e proces verbalit, që unë ju betohem që në 16 vite, kur nuk ka ndodhur, këtu kemi nga ana juaj dhe kryetar parlamenti dhe nga ana jon, kur nuk ka ndodhur që në proces verbali të marr orë të tëra për të kaluar në parlament. Ndaj do t'ju lutesha shumë, në qoftë se ju ngrini zërin dhe thoni që të fillojmë punën, të diskutojmë për të gjitha temat që doni ju dhe të gjitha projekt ligjet që janë, keni bërë propozim për interpelancë, keni bërë propozim për mocion, për shkarkimin e kryetarit. Në konferencën e kryetarëve u diskutua në çdo moment që secila kërkesë juaj është pranuar ashtu siç e keni bërë ju, por në bazë të rregullores, kalon në Këshillin e Legjislacionit dhe më pas kalon përsëri në konferencën e kryetarëve. Ju lutem, vetëm të zbatojmë rregulloren. Ju do të keni kohën tuaj, ne kohën tonë. Ju lutem të respektojmë njëri tjetrin, edhe një herë mos të shkojë njeriu të mend që ne vim këtu që të ofendohemi nga burrat. Faleminderit. Faleminderit, zonja Elda Hoti, zonja Hoti. Faleminderit, në fakt ofenduara janë vajzat dhe gratë që sot vuajnë dhe luftojnë me sëmundjen kancerit të gjirit, që në fakt dhe doktoresh Klodi duhet të angrinte si shqetësim dhe duhet të kërkonte llogari nga qeveria e saj sepse ata janë lënë në mëshirë të fatit dhe keni kthyer biznes me vdekjen. Dhe fatkeqësi në fakt që në Akademinë Politike të Partisë Socialiste nuk ju keni mësuar të rive deputet tuaj dhe ju keni dhënë shembullin që të flasësh që sot të rritë shqiptar janë dytet në Europë për mbi popullimin e banesave që nga keq të denoncosh aferat korruptive të kësaj qeverie që ka keq të flasësh për banda dhe krimin organizuar që nga keq dhe shembulli që nga Belinda Balluku e tunelit Llogaras 50 milion euro, si që kanë deputetët që flasin me shumë zell që ka patur drejtuesi. Besar Xhaferi, zoti Xhaferi, fjalën. Fjalën zoti Xhaferi. Ju lutem të mbaroj fjalën kolegja. Fjalën e ka zoti Xhaferi. Për procedurë ju lutem. Lexoni rregulloren, fjala procedurë merret për rendin e ditës, ndryshimin e rendit të ditës, procesin e votimit, propozime për seancën. Zoti Xhaferi, fjalën. Zoti kryetar, kolegëve duhet t'ja lini të mbaroj fjalën, por juve ju është bërë rrugë kjo tani që ndërprisni fjalën, ne nuk e dim se në çfarë momenti do na ndërprisim, kështu duhet të flasim më shumë shpejt, me sa duket. Megjithatë, unë kam dhe pak për replik me deputeten Mile, i uroj patjetër Mila ndjes, i uroj patjetër një legjislaturë të mbar, por e ka nisur gabim. Ka marrë një pyetje nga një gazetar e nderuar zonja Ambrozia Meta në fillim të kësaj legjislature,
që besoja ka për borx publikut shqiptar, ta sqaroj se si doli më e Ka votuar mundësi e të burgut. flasur procedurë? Po, për atë, po. Që na hoqe fjalën. Unë nuk ja hoq fjalën, ja hoq rregulloria, zoti Po Xhaferi. dakord, zoti Peleshi, po dojnë na anulloni dhe fare. Nëse keni një procedurë, flisni për procedurë, nuk është as pyetje përgjigje procedurë, po flas. analiza Sepse thashë ne deputetët e rinj po shohim normalitet e tjerë. Normaliteti fillon në radh parë duke përgjigj pyetjeve të gazetarëve nga dole më e votuar e burgut. Kjo është një pyetje që e presin të gjithë qytetarët e Elbasanit. Shumë faleminderit, fjalën e ka kërkuar zoti Erio Mile. Zoti Mile, fjala për ju. I nderuar kryetar, megjithëse është fjala ime e parë dhe nuk do doja që të ishte kjo fjala ime e parë me këtë përmbajtje. Dikush ju drejtoi një pyetje, a e dini krahun tuaj politik? Dhe me drejt këta kanë gjithë drejtën e zojt ta bëjnë këtë pyetje, se realisht ai shumë sa i keni respektuar dhe i keni lejuar që ta kthejnë në një seancë broçkullash, seancët që ne po zhvillojmë. Kjo është historike. Kanë qenë nga seanca e parë, që kanë shfryzuar një nen duke qenë se na akuzojnë neve sepse nuk njohim rregulloren. Po abuzojnë me nenin 44 të kësaj rregullore që më së shumti din ta përdorin sigur për gjuajtur opozitën se sa ta lexojnë, bashkë me kushtetutën dhe majorancën. Lapsusim zoti Noka, jeni më i vjetër se mua në këtë parlament, por gjithsesi dini ta përdorni më mirë për goditje. Nga ana tjetër, në çdo procedurë që ne kërkojmë ta vëmë në rend të ditës dhe të vazhdojmë të eci përpara ky parlament, kemi një spirale nga ana e opozitës, kemi një manifestim të dhunës dhe të gjuhës urrejtjes ndaj deputetëve të majorancës dhe kjo është e vetmja mënyrë me qëllim që këta të bëjnë opozitë. Ankesa e radhës është pse janë futur 19 projekt ligje në kalendar, ndërkohë që ne na duhet të kapim trenin për të shkuar në Bashkimin Evropian dhe duhet të nxitojmë me procedurën tonë. Po çfarë keni dëgjuar deri tani për procedurë dhe për procesin e integrimit? Janë ngritur dhe po kthehen 2 seanca më parë me idenë se ne pas kemi penguar këta për të folur gjatë programit qeverisë. Më fal, kush doli dhe kërkoi sherrë dhe grushta në seancën e programit, ne apo opozita? Dhe nga ana tjetër, jo zotri, se është kërkesa juaj, prandaj ju kthej përgjigje. Përdorën gjithë fabulën e diellës se u ofenduan këta nga teknologjia, sepse këta nuk njohin teknologji tjetër përveç sa i pati Saliut. Foli diella dhe në OKB, por nuk u çua njëri atje për pjetë, as nuk kërceu, as nuk shkuan për të bërë grushta. Nga ana tjetër, unë do i kërkoj i nderuar që ne t'japim fund kësaj, duke qenë se për çdo artific që përdor opozita, të kthehet në një debat pa asnjë lloj vlere. Ju lutem të respektojmë procedurën dhe të ecim përpara me rendin e ditës. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Mila për replik. Diçka shumë shkurt, jam pak e çuditur, po dua të them edhe pak e zhgënjur nga Besarti në fakt, sepse ka menduar se do sillte një standard tjetër këtu në Kuvendin e Shqipërisë. Ai ka qenë listë mbyllur dhe nuk i di ai ethet e garës se ka